Dhe ne, vëllezër, jemi si dush në sfidë me veten tonë, në përpjekje me veten tonë që të rregullojmë veten tonë. Kjo është përpjekje më e madhe. Kishte qenë njëri, kishte dashur me rregullu gjithë botën. Nuk ishte mund me rregullu. Kishte zbrit brava të rregulloj shtetin e vet. Nuk ishte mund të rregulloj qytetin. E fund fare kishte përfunduar në shtratin e vdekjes. Kishte pas shumë ëndra, shumë përpjekje, edhe kishte thonë fund, ata kisha vazhdu ke vetja ime. Se kishte morë keq, kishte desh me rregullu botën, shtetin, qytetin, nuk kishte vazhdu ke vetja. Duhet me vazhdu jetë të rregullojmë veten tonë, pastaj familjen tonë, pastaj komshit aty lagjen, e pastaj vazhdohet, kështu vazhdohet. Pra të përpishin nga vetja e të tjerë. Allah na e përmirësoft në gjendjen tonë, na forcoft në fenë e të Madhit Zot.